Allahu xhelleshanu atë njeri e mbron nga shejtani. Edhe do ta tregoj një hadith, po edhe një rast tjetër që ka ndonë kone pejgamberit alayhi salatu wasalam. Hadithi është ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innal abda la yahrus nafsuhu min ash-shaytan illa bi dhikrillah. Njeriu nuk ka mundësi me e mbrojtë veten nga shejtani përpas me përmendjen e Allahut xhelleshanu. Edhe rasti i dytë çka neve na vërteton që njeriu i cili e përmend Allahun, Allahu do ta mbrojë nga shejtani, është rasti që e keni dëgjuar ndoshta disa herë me rastin e Abu Hurairës, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas një mall, një pasuri të muslimanëve, edhe ka thonë kush po don me qenë rrejtar, mbrojtës i këtij pasurisë të muslimanëve, me qenë, do thonë rrejtar, Abu Huraira thotë unë kam rrit mallin e pasurisë e muslimanëve. Derisa vjen nata e parë, edhe i vjen një njeri me avjedh pasurinë e muslimanëve. Edhe Abu Huraira e zë atë njeri, thot ka me çu vallahi te pejgamberi alayhis salam. Thot vallahi billah thot mos më çu. Thot edhe ja nis me kajt, ja nis mu arsyetu, ki njeriu thot kam fëmijë, kam gru, thot s'kan me hangër, thot çike thot sa edhe mo kur s'ka me kthi. Do të për me vjedh. Elishon kur vjen me fal sabahun me pejgamberin alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot o Abu Huraira, çka bëri vjedhsi pran me ty? Fe ja Rasulullah, u betu që mos ka mu kthi edhe lishova. Okej, shkoj. Vjen natë e dytë për me mbrojt pasurinë e muslimanëve Abu Huraira, derisa vjen çaj vjedhsi, vjedha i duti me vjedh prap pasurinë. Prap e zë Abu Huraira dhe thot tash vallahi thot kam me çu. Prap ja nis mu arsyetu ki vjedhsi. Thot mos më ço te pejgamberi alayhis salam, mos më ço sepse unë kam nevojë, kam pas nevojë. Mo kur ban beje që kur mos ka më ardh, do thonë me vjedh për zdyti. Edhe Abu Huraira e shton. Prap kur vjen sabah, pejgamberi e din se Xhibrili alayhis salam i ka kallzu. Edhe i thot o Abu Huraira, çka bën vjedhsi me ty? Thot ja Rasulullah, u betube, ja nisi me kajt, ja nisi kështu, edhe e lishova. Vjen dita e tretë, prap ki vjedhsi don me vjedh pasurinë e muslimanëve. E zë thot vallahi thot tash s'ka më shpëtim. Ka me çu te pejgamberi alayhis salam. Derisa ky njeri thot ka me ta mësu një fjalë, nëse ti e thu çket fjalë, çket do, çto fjalë, ta di se kur mo shejtani nuk ka me t'u afru, edhe Allah ka me të mbrojt ty nga shejtani edhe nga njerëzit e këqij. Abu Huraira thot ka pas nevojë se ka qenë talebe, një nga talebët më shumë që i ka ditë apo që na ka transmetuar hadithet ka qenë Abu Huraira. Edhe e ka pas shef ilmi diturin. Thot okay, thot po të shloj, thot me një kush më mësue. Ja nis thot ngo. Thot çdo nat nëse ti para se me flet e lexon ajetul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum deri në fund, këtë ajet, nëse ti e thu këtë do, ta di se Allah ka me të mbrojt atë natë nga shejtani edhe nga njerëzit e këqij. Kur vjen sabahu, shkon te pejgamberi alayhis salam, thot ja Rasulullah. E pejgamberi prapë pyet, thot çka bën i vjedhsi me ty? Thot më mëson një fjalë. Çka të mësoj? Tha, nëse unë e lexoj ajetul kursi, Allah ka me mbrojt prej njerëzve të këqij edhe për shejtanëve. Thot çka të mësoj? Më tha me e thon ajetul kursi. E çka tha pejgamberi alayhis salatu wasalam? Tha e ka thonë të vërtetën, ama është rëncak. E ka thonë të vërtetën, ama është gënjeshtar. Tha e din tash se kush është ai njeri? Tha ajo është shejtani lanetullah. Ai ka ardhur me ta thonë të vërtetën, ama është gënjeshtar, është rëncak, por neve çka na duhet? Çka marrim mësim nga ky hadith, nga ky rast? Marrim mësim se ai njeri i cili e përmend Allahun, pa dyshim se Allahu xhelleshanu do ta largon nga shejtani edhe nga punë të këqija. Llojet e dhikreve janë të shumta. Njeriu mund të thonë çish me përmend Allahun xhelleshanu. Nuk kanë thonë ulemat, nuk ka gjë që më shumë ti njeriu që mundet me përmend Allahun se sa libri i tij, se sa fjala e tij. E keni pa? Ti shkon te prindri, te shefi, ti sa dush ti kallzoj poezi. Nëse nuk e përmend fjalët e babas tant, ku t'ja përmendi fjalët e babas tant, babas i bëhet shefi.
Kështu është natyra e njeriu. I bëhet qefi sepse po ja përmend fjalët e tij që janë të rëndësishme. Edhe gëzohet ai njeriu kur ti fjalët e tij ja përmend, domethënë te dikush tjetër. Edhe padyshim se Kurani është fjalë e Zotit. Edhe nuk ka gjë që më shumë ti që njeriu mundet të muafru te Allah se sa libri i Allahut xhaleshana. Ne dim me lexu librin e Allahut në shroni ki 10 sevape. Kena fol për këtë gjë derisa të kalum. Në të nështem veti, por si lloj i dhikrit, lloj i përmendjes së Allahut është ti me lexu Kur'an. Nëse ti nuk mundesh me përmend Allahun jashta leximit të Kur'anit, do të mjafton ti vetëm me përmend fjalë krijuesit tan. E dyta është njeriu i cili e përmend Allahun me gjuhën e vet, duke thonë la ilaha illallah subhanallah, sepse ai njeriu i cili nuk e përmend Allahun me gjuhën e vet, është sikur ai njeriu i cili ka sy po nuk shef. Kanë thënë ulemat. Njeriu i cili nuk e përmend Allahun me gjuhën e tij, është sikur ai njeriu i cili ka vesh po nuk ndëgjon, i cili ka sy po nuk shef, i cili ka dorë po nuk i lëvizin dorët e tij. Ka pjesë të trupit ama janë të paralizuar. Kështu ai njeriu i cili nuk e përmend Allahun xhaleshon. Ti mendon që shef, ti mendon që hec pa njeriu që i vdek, se përmendëm edhe dje hadithin e pejgamberit alayhis salam se mes të gjallit dhe të vdekurit është përmendja Allahun xhaleshon. Ai i cili e përmend Allahun është i gjallë i cili hec në tokë, mbi tokë. Ai i cili nuk e përmend Allahun është i gjallë, është i vdektë i cili hec përmi tokë. Kështu është ajo dallimi mes atij i cili e përmend Allahun dhe atij i cili nuk e përmend Allahun xhaleshon. Përmendja Allahun xhaleshon është edhe forma i cili njeriu kërkon istighfar te Allahu, bën tobe. O Allah falem, o Allah falem, o Allah kërkoj falje, o Allah për çat gjuna ma fal, gabova. Andaj edhe këto fjalë me boj istighfar ose me thon astaghfirullah, astaghfirullah, sikur se pejgamberi alayhi salatu wasalam i cili Allahu ja ka fal gjunat të kaluar dhe të ardhmet, thonë sahabët me xhlisin e tij ku ndeshmi janë njëfshmi për 100 herë thënë të astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pejgamberi Allahut. E kur unë edhe ti. Edhe thonë të me një hadith, unë ndete më shumë se 70 herë bëj istighfar të Allahu subhanahu wa taala. Por atë edhe Allahu xhaleshon thotë, ata të cilët e kërkojnë istighfar, Allahu xhaleshon nuk i dënon ata njerëz të cilët e përmendin Allahun apo kërkojnë për Allahut istighfar. Përmendja Allahu xhaleshon është një nga llojet është ai i cili bën punë të mira. Momentin që i bën punë të mira, ti me punë të mira ti e përmend Allahun xhaleshon. Me ndejen tonë në xhami është përmendja Allahu xhaleshon. Ju e dini atë rasti ku pejgamberi alayhi salatu wasalam del në xhami dhe i shef sahabët, thotë çka jeni mbledh ju sot? Thotë na mbledh me përmend Allahun. Thotë ai njeriu i cili ka ardhur në xhami edhe ndej në xhami, edhe përmend Allahun, dhe çon salavat te pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë unë kam u krenu me ju para melaçeve. Edhe emrat e juve kam ju kallzu me laçeve. Andaj, njeriu i cili vjen në xhami dhe ngon derse, padyshim se është një nga momentet një nga llojet që e përmend Allahun xhaleshon. Edhe pse ti në këtë rast je të ngu ders, po momenti që ngon ders është ai vakti krejt shkruhet sikur se ti më e përmend Allahun subhanahu wa taala. Ka edhe shumë raste që ulemat kanë cek, domethënë llojet e përmendjes së Allahut xhaleshon, po kur duhet ta përmendni Allahun xhaleshon? A ka kohë të caktuar? Sikur se ata më në fillim, nuk ka kohë të caktuar. Përmend Allahun vazhdimisht. Duke dal nga shtëpia, duke hyrë në shtëpi, duke u zgjupi xhumit, duke u futur në xhum, kur vjen vakti i xhumit, do në me flet, përmend Allahun, duke shku në pazar, duke shku në treg, duke shku në xhami, duke shku në punë, duke hec, duke punu, andaj përmendja Allahut, momentin që ti të kujtohet i madhi Allah, përmend Allah, thuj la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, andaj sepse dhikri më i mirë ka thonë Ibn Kaimi është ai njeriu i cili e don Allahun dhe e përmend Allahun xhaleshon. Edhe ka do lloj të dhikreve, të lloj të përmendjes së Zotit, ka të caktuar. Përmendja Allahun sabah është dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, dhikri i xhamis, dhikri i WC-s para se me dhikri kur del nga WC-ja. Andaj këto janë kohë të caktuar në vend të caktuar. Jashtë këtyre sendeve, jashtë këtyre gjërave të cilët na ka kallëzuar pejgamberi alayhi salatu wasallam,
përmend Allahun kur do që t'jesh, çfarë do kohë që t'jesh, çfarë pozite që t'jesh, sikur se thot Allahu subhanahu wa taala për ata njerëz të mençur, ulul albab, thot Allahu xhalesha i përmend ulul albab, thot ata të cilët mendojnë rreth krijimit të Allahut, edhe thot Allahu nga shenja, nga cilësitë të ulul albabit të njerëz të mençur janë ata të cilët walladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ata janë të cilët e përmendin Allahut kur qëndrojnë kom, kur janë të ulur, edhe kur janë shtrit. Kush? Njerëz të mençur. Njerëz që i don Allahu xhaleshanu, janë ata njerëz të cilët e përmendin Allahun duke hes, duke net në kom, duke net ult, duke qenë shtrit. Andaj nuk ka pozit, nuk ka nevojë abdes, nuk ka nevojë kible, nuk ka nevojë më emlu avretin, vetëm që në momentin që të shkon ndërmend tek Zoti jot, përmend Allahun subhanahu taala, sepse është lidhje mes teje dhe Allahu xhaleshon, lidhje më të fortë, nuk ka ndonjë adhurim më të lehtë, edhe adhurim që është sevapi shumë i madh të Allahu xhaleshanu, se sa ti momentin që ti e përmend Allahun subhanahu taala. Elusim Allahun xhaleshanu që në këtë botë të na bën për atyre që vazhdimisht ta përmendni Allahun subhanahu taala.